Fermer, sonte Agaj ju fton të mblidheni të gjithë bashkë dhe të shihni përtej lojës, të njihni më shumë njëri tjetrin. Uleni së bashku dhe ndani 2 momente nga jeta juaj, ditën më të bukur të jetës tuaj dhe ditën më të trisht të jetës tuaj. Ju do të ndaheni në 2 grupe, në 2 ambiente të ndryshme në fermë dhe do të uleni së bashku për të ndarë rrëfimet me njëri tjetrin. Grupi i parë: Soni, Indri, Sara, Vanessa, Ervin, Visi, Malbora, Gresa dhe Bujaka. Grupi i dytë: Romiri, Adioni, Ermiona, Fabiola, Blerina, Iliri, Mimoza dhe Dona. Tani t'ju shpjegoj siç më shpjegoi Agaj. Grupi i parë do të ndahet atje. Do ta organizojmë gjithën se si duhet. Grupi i dytë do të ndahet këtu. Do të ndani momentin më të bukur të jetës tuaj dhe momentin më të trisht të jetës tuaj, do ta bëjmë me radhë. Pra do ndajmë një momentin më të bukur secili prej nesh dhe nëse e ndan Romiri, ne të tjerët që jemi në grupin e Romirit do fillojmë të bëjmë pyetje. Pra ku ishe, si ishte, çfarë ndjesi e pate, etj. Pra do jetë një dialog. Nuk do të jetë thjesht them përgjigjen edhe kaq. Në momentin që Romiri mbaron momentin më të bukur, do thotë dhe momentin më të vështirë dhe e njëjta gjë do ndodhi edhe me këtë gjë. Pra është e rëndësishme që të marrim sa më shumë informacion për Romirin për këto 2 situata, qoftë e lumtura, qoftë e vështira. Kjo gjë për secilin prej nesh. Unë do organizoj 2 ambientet, sa ti organizoj unë mund të vazhdoni të bëni çfarë të doni. Kur ti organizoj do të fillojmë me një herë.